Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Sot do ndaj me ju një sihariq për të gjithë intelektualët shqiptar, për ata shqiptar lexues që i ka munguar libri në shqip për arsye të ndryshme, sepse ne mund të hapim Amazon dhe të gjejmë libra në anglisht, por është vështirë të sjellësh nga Shqipëria apo të mblesh nga Shqipëria direkt për të sjellë libra të cilët ne kemi nevojë. Unë do ndaj me ju një kuriozitet timin mbasi mësova mbi këtë gjë, por kam këtu do të thosha sekretarin e VAT-ës, zotin doktor Pascamaj, i cili është edhe autor i 2 librave, që përveç se ka sjell librat e vet në jetë, kërkon t'ju sjellë gjithë shqiptarëve kudo që janë në Shtetet e Bashkuara librat shqip. Ai ka një nismë të veçantë, por le t'ja lëm fjalën Pashkut. Ta zbulojmë përse bëhet fjalë zoti Pashku. Po ju e cekët pak idenë dhe unë kur e bana promovimin e librit Porosia me Bujar Hudrin, me botuesin, shtëpinë botuese Onufri, duke biseduar për mënyra si çka mungon në botën shqiptare, këtu botën amerikane shqiptare, sepse mund të blesh ushqime, birr nga Korça këtu në Amerikë pa problem. Mund të blesh raki nga Malcia. Domethënë gjërat të cilat i konsumojmë që janë mjaft është mirë që mund t'i gjejmë. Por një mungesë e gjetëm se mungon libri shqip. Natyrisht libra jo vetëm imis, por libra të cilësor, të Kadares, të Martit Samaj, të Namik Dokle, të Besnik Mustafaj, Mira Mekës, domethënë libra të fishtes natyrisht. Dhe si të vim të një libër, ne shqiptarët, kur udhtojmë Shqipëri, domethënë Prishtinë, përgjithsisht në Tiranë, ngarkuar me një valizë, po kufizuar. Nuk është e kufizuar ajo, dhe nuk është mekanizëm ai që të garanton se libri do të kesh akses. Dhe ne patëm si ide në biseda me Bujarin, si ide të hapim një shitore librash, si librari në Bronx, në një vend. Po ajo krijon një problem tjetër, sepse nëse është shitoria fizike, do të vinë njerëz të blejnë, të shkojnë, dhe nuk e besuame që do ketë një mundësi të madhe trafik. Ajo nuk do vinë njerëz, do vjen një njeri dhe kosta e jashtëzakonisht shtrenjtë, përveç asaj dikush që do të jetë aty. Domethënë krijon një problem. Po atëherë këtu ndoshta pak ka impaktin duke ditur se çka bëhet në Amerikë me Amazon, se unë s'ka ditë që s'më vjen në shtëpi 2-3 herë Amazoni për familiarët e mi porosin, edhe Starbucks kafe, da vjen me Amazon ose delivery services. Dhe çka ndolli si ide, si koncept, thamë pse s'po i bëjmë librat, nëse mundësi ekziston me librat ma cilësor, të printuar, të shkruar në Shqipëri, domethënë cilësor me kvalitet, letra mirë, me kopertina, me gjithë ato. Nga kopertina. Domethënë libra që janë me të vërtet të dukshëm. Të bjem në New York ose në zonë dhe ta kemi një vend, një depo, një vend specifik ku ne i trajtojmë gjithë ta libra dhe bëhet porosia përmes online, paguhet si bëhet në Amazon. Domethënë është në fakt Amazoni i librit shqip. Dhe ne realizojmë këtë. Si quhet kompania ose ndërmarrje? Ne formojmë duke parë që Alb Libris, Alb Libris, Alb, domethënë Albania, libri shqiptar, latinisht shumë libra. Edhe Alb që të mbajnë mend. Po të mendoj se është Shqipëri. Dhe e formuam këtë kompani bashkë në partneritet me Bujarin, me Onufrin, shtëpinë botuese Onufri. Ajo është regjistruar në shtetin e New Jersey në Amerikë, domethënë këtu në Amerikë, në East Coast. Dhe aty ne kemi edhe deponinë e librave. Dhe Bujari me bujarinë e vet i zgjellën me shtëpinë botuese, jo vetëm librat e shtëpisë botuese. Po pra, unë pas listën. Po. Janë nga të gjithë shtëpive botuese. Gjithë librat më cilësor që ata i trajtojnë, domethënë ata kanë një farë diskutimit brendshëm shtëpitë botuese dhe thonë Bujarën dëshoj që të çoj këta libra pse sigurisht që ka interes ky libri 6 fishtes botuar nga Fishta, shtëpia botuese Fishta, ose nga Toena, ose nga Drita, ose shumë shtëpi botuese, dhe Bujari merr përsipër, e marrim një container me një 8.000 libra. Dhe kem pru këtu kërë patëm dhe panairin, si ishte panairi i parë, ose festa e librit e parë shqip në Amerikë, dhe pru me 8.000 libra. Dhe tani, këta libra janë në një deponi,
në një vend jo larg ku jetoj unë, dhe aty e kemi njeriu I cili është I caktuar. Në moment që dikush e klik në alblibris.al dhe shkon në menu dhe shikon në menu, shikon dua kadaren, dua fishtin, dua këtë, dua të, dhe e cakton e pagon e ban pagesën përafërsisht me çmimet që janë në Shqipëri. Pak në ndryshim $2-3. Po, natyrisht do paguhet transporti, do paguhet por nuk është punojësi. një transport, se ta merresh një libër ta transportosh nga Tirana sot kushton $40-50. Një libër vetëm. Këtu të kushton $3 më shumë. Do të thonë libri në Tiranë kushton $15, këtu të ban $18. Po të një diferencë asë pra, qëllimi nuk është fitimi në këtë mes, qëllimi është përhapja e kulturës, ruajtja e kulturës shqiptare. Me di se kam, ndoshta mund të dalë pak tepër pretenduese, por absolutisht as unë, as bujari se kem bërë këtë për të jetu. Unë nuk kam nevojë për shit libra, nuk kam një jetar, kam sistemuar jetën mirë, nuk kam nevojë për shit libra. Natyrisht do të jetë profitabile, se nëse se do të paguar dhe shpenzimet gjitha këto. Por nuk e kam asun asaj si mision për të përfituar më parë. Por një mungesë e cila ekziston në këtë vend ka qenë që s'ka libra shqip. Nuk zgjendet. Dhe tani e kemi mundësinë, dhe kjo do të përsëritet, do të bijmë libra sipas ne përveç që mund ta gjeni librin aty. Ne kërkojmë lexuesit që të hyjnë aty nëse e dëshirojnë një libër që nuk ekziston në listë. Që nuk ekziston në listë. Në email mbrapa dhe ne bëjmë listën dhe ndoshta mbrana vonon një muaj aty, por I bie. Do ta sillni atë libër bashkë me librave të tjerë sipas kërkesave. Sipas kërkesave. Dhe kjo do të rigjenerohet sipas nevojave. Ndoshta kem pru libra që s'kan interes njerëzit, çfarë të bëjmë? I kem aty. Por është mënyra, kemi libra për shkolla shqip. Për fëmijë, aty është një pjesë. Një numër të madh librash për fëmijë. Po, për fëmijë që nga ditët e para të fëmijë, do të thash shkollimit të klasat më të ulta të shkollave shqipe që kemi këtu në Amerikë, fatmirësisht mjaft. Po, ndoshta duhet të patur në komunikim me shkollat shqipe në mënyrë që të vetëm kjo është ju si vatër mund të keni mjaft me shkollat shqipe. Ne kem hap portalin të Mërkurën, në fakt koincidon me ditëlindjen e Ismail Kadares që bëam 28 janar. Do të thonë ishte koincidenca ajo me qëllim natyrisht, por e bëam atë ditë, do të thonë është jo krejt 4-5 ditë që është, dhe do ju tregoj se pakut I kem patur 50 ose 60 orders për këta libra. Prej 1 deri në 12 libra, njëri ka porosit 12 libra nga ajo menua që keni palla vetë. Do thonë kjo një mundësi e veçantë që lexuesi shqiptar që fatmirësisht ose fatkeqësisht jem larguar shumë, njerëz që dëshirojnë të lexojnë librin shqip. Dhe kjo një mundësi e veçantë që I jep lexuesit ta kenë librin në dorë cilësor, kvalitativ, një libër që e shijon. Libri është diçka që bjen gëzim në shtëpi, edhe po ta lexosh librin është një bukuri, ta hieshon shtëpinë libri, dhe është e rëndësishme që njerëzit që dëshojnë ta lexojnë librin të kenë akses. Dhe përmes alblibris.al, që është website I ynë, aty ju mundsojmë shikuesve të klikojnë, të shikojnë menyn, klik në 2-3 ditë, 4 ditë libri vjen tek shtëpia juaj në pako, do të thonë një gjë shumë e thjeshtë dhe pra po them me çmime jo tepër dalluar nga ato çmime me Jo, unë ju vura re çmimet edhe me çmimet krahasuara me Shqipërinë, keni një numër të madh autorësh, një numër të madh tematikash sepse librat janë të ndryshëm, libra artistik, përkthime, libra studime, natyrisht me kohë do shtohen edhe autorë të tjerë, libra të tjerë, është urimi më I mirë që të bëjë nga zemra në emër të gjithë intelektualëve shqiptarë që jetojmë këtu në Shtetet e Bashkuara, dashamirësve dhe dashuruesve të librit, që unë ku kap një libër shqipe dhe I kam futat bibliotekën time, gjysë anglisht, gjysë shqipe, në gjuhë tjera, por natyrisht kërkojmë të kemi librat në shqip, librat e autorëve shqiptar, dhe unë vija re që kisha tituj aty që si kisha lexuar, I dia emrat e autorëve që janë shquar, po pa e lexuar vepër nuk mund të gjykosh. Do vetëm të shtoj diçka përveç autorëve shqiptar, që janë këto I përcaktojnë më së miri shtëpitë botuese nga vendliata, bëjnë zgjedhjen ose zgjedhjen e librave që ata mendojnë se lexuesi amerikan, shqiptar amerikan do t'i dashuron, do t'i alluron, por ne kemi shumë në këtë keni palla vetë libra të literaturës të huaj, e përkthyer shumë bukur në shqip.
Kemi jashtëzakonisht një numër shumë të madh të autorëve më të mirë botëror, që janë të përkthyer në gjuhën shqipe për lexuesin, domethënë nuk ka vetëm shkrimtari shqiptar, por edhe shkrimtari internacional që është me vlera të mëdha letrare, që është i përkthyer në gjuhën shqipe. Natyrisht ju uroj suksese në këtë punë. Edhe njerë përmënde emrin, adresën? Alblibris.al është portali ku mund të gjeni librat më të mirë shqiptar në SBA, në gjitha vendet e Amerikës, në çdo vend, nga Hawaii deri New York, në Florida, në çdo vend. Jemi duke u munduar edhe për Kanada të bëjmë diçka, por fillimisht jemi koncentruar ose përqendruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithkund që jetoni, ju vjen libri tek shtëpia. Tani unë do të kisha edhe një sugjerim tjetër. Si që jeni ju autor, ka dhe autor të tjerë shqiptar që kam botuar në Shqip, këtu, në Kanada, se unë kam mikeshat cilët të shkruajnë, cilët do të parapëlqenin që librat e tyre të mos shiten vetëm ato ditë kur bëhen 2-3 panajeri librash, po të ishin edhe të aksesueshëm kudo në Amerikë. A i mirëprisni këta? Po, ne natyrisht që nuk do të kemi mundësi për secilin njeri që boton një libër, e printon në shtëpi printuese dhe publishing house që i bajnë, dhe nuk kemi mundësi që të bajnë për të gjithë. Por besoj që libra që mendojmë, që janë më malë cilësor, që kanë një bagazh letrar, vlerë letrar të shuaj, besoj që ne do t'ja mundsojmë që ata të t'i bien libra tek ne dhe ne i vëmë në portal. Dhe kur të jenë në portal, ne atëra shumë lehtë që ta dhe shpërndajmë. Po. Dhe ne kemi shtuar, vetëm deri tani kemi shtuar 2 ose 3 shkrimtar të lindur në Amerikë që funksionojnë këtu, me shpresë të rrisim më tepër, që edhe ata libra të jenë të aksesueshëm ndaj atyre që për ata që duan ta lexojnë librin e tyre. Nuk ju marrim, natyrisht marrim lekë nga ata, por duhet që ata të t'i bien libra tek ne, të sjellin libra tek ne dhe na japin natyrisht ISB ato numrat, titullin, gjitha këto që kërkohen të hynë në portalin ton, ku dikush nesër librin tuaj të Rafail Floqit e kërkon dhe ajo organizata jon Alblibris ja poston librin e Rafailit. Edhe një pyetje tjetër, nga që e njoh fushën. Do krijoni mundësi për digitalizim, për libra digital, si Kindle ose kështu, më vonë? Kjo është fillimi. Natyrisht që kemi eksploruar ato mundësi për libra digital. Bile dikush kishte bani kritik pse mos të jenë vetëm në mënyrë digitalizuar që të printohen on demand, por nuk mund të printosh librin e gjergjfishtes on demand. Nuk mundesh volume të kadaresti botosh në Amazon Demand, sepse s'ka cilësi, s'ka kvalitet. Prandaj kjo është fillimi për librat që janë ekzistues të printuar në Shqipëri, nga shtëpitë botuese. Në të ardhmen do të shikojmë nëse ka mundësi që të bëhet digitalizimi i tyre që mundson ta merresh në Kindle, që është një çmim jashtëzakonisht më i lirë se sa libri fizik. Po, gjysma. Po, më pak se gjysma. Shumë, domethënë një libër që kushton $20 në Kindle është $3. Është natyrisht, por libri unë mendoj që duhet ta kesh librin në dorë. Ta ndjesh erën e letrës. Unë e lexoj shpesh ka diçka në telefon këto elektronike, por nuk e ka shijen e njëjtë sikurse libri që merr në dorë. Këtë sa avancon për ta. Tash një intimitet. Librin tënd unë e lexova online, domethënë lexova online. Nuk e kisha shijen që po kem tash. Se është më bukur. E vërtet. Është më bukur. Kur nuk e zavëzon librin fizik, domethënë letrën, ndjenjen e dishësi ka një ndjenjë fenomenale. Zoti Pashk edhe një herë ju falenderoj në emër të gjithë teleshikuesve, të gjithë shqiptaro-amerikanëve për këtë nismë, të gjithë intelektualëve shqiptar, të gjithë dashuruesve, dashamirësve të librit, që tek alblibris.al do gjejnë Shqipërinë intelektuale, do gjejnë librin shqip, atë që i flet të gjithë shqiptarëve me gjuhën e nënës. Ju faleminderit, është një punë cilësore, është një punë, do ta thosha, rilindase, pavarësisht se jemi në Amerikë, është një punë që na shërben të gjithëve urime dhe suksese edhe njerë. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, e përfunduam këtë emision me drejtuesin e alblibris.al,
doktor Pashko Camaj, I cili ka krijuar një nismë të re, një sipërmarrje për marrjen e blerjen e librave online, librave fizik, nëpërmjet kompanisë të sapo krijuar. Urojmë që të ketë suksesin e Amazonës. Do të jetë një Amazon shqiptare e vogël, megjithatë, ju faleminderit edhe një herë dhe miru takofshim në emisionet tjera.